Rikthehemi sërish në këtë pjesë të dytë të programit ku do të flasim për aktualitetin politik, ku nga ana e Partisë Socialiste, siç e theksoi pak më parë Pirin Dreu, ka edhe turbulenca, po nga ana tjetër ka përjashtime. Në këtë moment kam të ftuar në studio Alfred Muharremi Kika. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit Alba për ftesën. Eda Grimci nga kampi tjetër na bashkohet. Faleminderit shumë që jemi ne, Eda. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Megjithëse ti je pak në dizavantazh se online do nis bisedën me ty. Të kam intervistuar herën e fundit ka përshtypjen për të arrestuarit e protestave kombëtare të organizuara nga Fronti Demokrat, ndërkohë ka zhvillime për te protestës dhe datës së caktuar në datën 8 si protestë tjetër kombëtare. Nga ana tjetër, duket se ka zhvillime në orët e fundit për zgjedhjet për krerët e degëve në rang kombëtar. Korça pati vëmendjen më të fundit me përjashtime. Çfarë po ndodh? Pse u përjashtua? Nga aq sa ti ke informacion, se s'dua që të marr detaje nëse nuk i ke. Atëherë, pse u përjashtua nga gara apo çfarë përjashtimesh? Nga u përjashtua nga gara. Se nuk ishte pa kontribut, zotëria në fjalë. Nga gara nuk përjashtohet dikush sepse konsiderohet i përjashtuar nga partia. Ka disa kritere për të qenë kryetar i një dege, dhe kriteri i parë për të qenë kryetar i një dege është që ti të ndjekësh statutin e Partisë Demokratike, që është kushtetuta e Partisë Demokratike, linjën e partisë, aksionin opozitar, dhe patjetër çdo udhëzim që vjen nga Partia Demokratike. Në momentin që gjithkush çohet në mëngjes dhe mendon se Partia Demokratike, një pjesë të saj, apo një copës, apo 1% të saj, e ka vetëm dhe mund të çohet në emër të Partisë Demokratike, me logon e Partisë Demokratike, të çohet dhe të bëjë takime personale për agjenda personale, më vjen keq, po këtu ke shkelur statutin e Partisë Demokratike. Jeni fantastik për të gjetur këto alibit. Por zonja Grimci, me gjithë respekt për ju, duke ju uruar suksese. Po, duke ju uruar suksese në riemërimin tuaj si kryetare e degës së njësisë 9, duke pasur të gjithë konsiderat, edhe telefoni bie. Duke të uruar gjithë suksesen, sepse... Një sekund për aty, duke me gjithë respektin sepse meriton suksesen të tyrë, prapë suksese edhe në humbin e radhës të degës Partisë 9, me atë diferencë votës që ne e fitojmë, duke që se vetëm ti e mban pesh atë organizat, atë njësi. Ajo që dua t'ju them unë është unë pada një komunikim dje, të lutem, unë pada një komunikim dje me zotrinë e përjashtuar. Zonja Grimci, po më lërë të mbaroj një minutë dhe më jep një përgjigje, sepse unë e pada përballë zotrinë. Dje, o zonja Grimci, të lutem, unë e pada dje. Po më dëgjove edhe një minutë, të lutem, unë e pada dje të ftuar në ishe i ftuar në një emision, në një panel tjetër, dhe u shpreh tekstualisht që përjashtimi ti vjen për shkak të besimit fetar, gjë që ishte gjë më çuditshme që kisha dëgjuar ndonjëherë me këtë situatën e Partisë Demokratike, dhe duhet kuptoni edhe një herë që vetëm ta mbaroj artikulimin edhe pastaj megjithëse nuk e kam luksin që ta telefonoj dhe ta kem në këtë bisedë. Po Eda. Atëherë Fredi, ti e di shumë mirë që kjo është një gjë e turpshme që nuk është e vërtetë. Nuk ka probleme fetare në Partinë Demokratike. Të lutem tani. Tani hajde flasim ne të dy, më dëgjoj tani. Po ja ka komunikuar sekretari i përgjithshëm me zonja, tha vetë zotria, me zë dhe figurë. Absolutisht. Nuk po aludoju, ma e tha vetë. Atëherë e ke lexuar shkresën ti? Urdhro? Se ka shkresë. Unë dëgjova komunikimin që tha zotria. Unë besoj atë që thot antari Partisë tuaj Demokratike. Po jo pra, është gënjeshtar ky antari Partisë Demokratike tani. Tani të lutem. Se ka gënjeshtare hajdut nga ju sa të dush. Edhe nuk do të thotë që jeni të gjithë. Tani të lutem. Ne të dy njihemi bashkë dhe ti e di shumë mirë që atë që ka e them pa asnjë lloj filtri dhe nuk marr direktiva për të folur. Siç nuk marr direktiva për të punuar, se direktiv kam linjën e partisë. Tani, gjithkush mund të shohet në mëngjes dhe të thotë çfarë doj, por kjo nuk do të thotë që është e vërtetë. Absolutisht nuk ka lidhje kjo me probleme fetare. Nuk kemi ne, jo ne në PD, por nuk kanë shqiptarët probleme fetare. Asnjë nga ne. Unë vi nga besimi musliman e martuar në katolik, dhe kështu janë gjithë shqiptarët. Aq më tepër në qytete ku ka ortodoks, katolik, musliman, tani mos ta kalojmë, të ndërpresim moment, do ta jap kohën ta ezaurosh